Bismillahirrahmanirrahim. Kjo është ligjërata e fundit në kuptimin e shpjegimit. Po mundohem shpejt mi përmend disa cilësi të atij i cili e ka memorizuar Kur'anin ose siç thuhet për të mbartë si Kur'anit. Pra Kur'anin e ka edhe në mendje, në mbamendje, por edhe në zemër. Vetë se përqen Kur'ani argument për të e drit nesër ditën e gjykimit, po mundohem shkurtimisht me i përmend disa cilësi që i duhen atij i cili Kur'anin ka vendosur ta ketë edhe kushtetut, edhe mësues, edhe busull. E para është që thirrsi i Kur'anit ose ai memorizuesi i Kur'anit megjithatë do të jetë njeri shumë i moranshëm. Andaj Sejt Kutbi Zoti e mëshiroft kur flet për atë gjeneratën e parë të sahabëve, thot për cilësive ma unike që e kishin ata, ishte se kur në momenti kur ata e mësonin Kur'an, pra shkonin tek pejgamberi alayhis salam për ta ndëgjuar, për të marrë mësim prej tij, Kur'ani i frymëzonte, Kur'ani i ndërtonte, Kur'ani u japte jetë të dytë. Pra Kur'ani nuk ishte vetëm ai libri tek i cili sahabët i mësonin dispozitat e fesë në kuptimin e praktikimit, le të themi namazit ose agjerimit, apo Kur'ani nuk ishte vetëm ligjërat e caktuar në minuta për ta mësuar për shembull se si shqiptohet një shkronjë e caktuar, apo për të mësuar kirajetet e kështu me radhë. Jo. Në mezhliset e Kur'anit ku atu jepte mësim pejgamberi alayhis salam, ai ambienti dhe ai moti i zemrave ishte krejtësisht tjetërfar. Pra kur fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Kur'anin, thuan transmetime se sahabët e tij radiallahu ta'ala anhum zogjet u vendosnin sipër kokave tyre. Pra Kur'ani ishte burimi i jetës. Andaj edhe shumë prej sahabëve në momentin kur e pranuan fen dhe u kthyen nga libri i Zotit, edhe fjalët e tyre, edhe punët e tyre ishin krejtësisht të tërfare. Pra subhanallah, për një kohë shumë të shkurt, ata ndryshuan tepër shumë. Që realisht tek ne duhet vite e vite për shembull për ta balancu punën e namazit, që mos tik asnjëherë, sidomos namazi sabahut, se lere më për namazin e natës. Ndërsa sahabët e pejgamberit alayhis salam donse ishin në xahilet, ku i vresnin fëmijët e tyre, e vjedhnin, e plaçkitnin, e japnin pasuri me fajde, e kamata ishte kryfjala e tregtisë së tyre. Në momenti kur erdhi Kur'ani, erdhi libri i Zotit, i ndryshoi ata komplet. Ata ndryshuan për një kohë shumë të shkurtër. Pse? Sepse mezhliset e pejgamberit alayhis salam mbi gjitha në raport me Kur'anin nuk ishin vetëm mësimi i dispozitave, vetëm mësimi i rregullimit të tekstit ose germës së shkronjës. Ai synonte ndërtim të popujve. Ose synonte ta ndërtoj një gjeneratë e cila bëhet frymëzuese dhe u prim popujve. E tillë keni sahabët pasi që vdiq pejgamberi alayhis salam. Ebu Bekri ishte ai vendimtari kur e dërgon ushtrin e Usamës. Nuk pranon që ajo të kthehet mbrapa asnjëherë. Pse? Sepse ishte ngjiz në sofrën e Kur'anit. E para, e dyta, Omeri e sundoi botën, po nëpërmjet çillës premisë, nëpërmjet modestisë dhe moralit. Ai kur e shlironte një vend, nuk shkonte atu si shlirimtar e si njeri me fodollok e me peshë, sa kaq në momentin ku shkoi në Kuds, ai veshë rrobat më dobta, më të pavlera. Po pse? Që t'ju jap atyre një mësim. E ai mësimi ishte që nëpërmjet këtij libri keni ardhur këtu. Kujton e ditën kur keni qenë dikon shumë tul. Saqë nganjëherë thuhet se sahabët u tubonin e kujtonin ato ngjarjet e së kaluarës dhe qeshnin njëri me tjetrin. Çka kemi bë? Po ndoshta edhe në njëri prej neve, kur kemi qenë më të vogël, kemi bën ashtu një gjë banale. Veçse kuptimet për fenë kemi pas shumë të vogla. Mbi gjitha zemra. E pejgamberi alayhis salam e kishte zemrën e madhe. I pranonte të gjithë, e japte prej vetes krejt çka kishte. E para është morale. Asnjëherë nuk duhet mbartë si Kur'anit, thirrsi i Kur'anit, thirrsi në rrugën e Zotit me qenë njeri vrasht. Me qenë njeri që flet fjalë të dyta ose që i thyn, i nënçmon, i përçmon, i largon tirë. Asnjëherë pejgamberi sallallahu nuk ishte i tillë asnjëherë.
Saqë kur i ndëgjon nga një herë shokët e tij në raste shumë të rralla, duke folë për të tjerët me një mënyrë kështu nënçmuese, u irritonte dhe i ndryshonte edhe çehria, edhe ngjyra e fytyrës. Pra me një fjalë tregonte se lëre që kjo nuk është e saktë duke thonë, po as nuk ju takon juve ta thoni e ta mendoni e ta bëni këtë. E dyta, mësuesi i Kur'anit nuk duhet me qesh sa qeshin të tjerët. Qeshja nuk është ndaluar në vetveti, por se në momenti kur njeriu qesh vend e pa vend, shumë e tepër shumë, i humb ajo krenaria dhe ajo madhështia. Andaj Abdullah ibn Mesudi thoshte për mbartësin e Kur'anit, ai duhet me qajt kur tjerë qeshin. Duhet me u fal natën kur tjerët flajnë. Duhet me agjeru ditën kur tjerët hajnë. Dhe duhet me ecë me punu kur tjerët rrinë. Këto e dallojnë. Andaj Molla Jakupi, Zoti e mëshiroft, i cili vazhdon të mbetet shembull i gjallë për neve studentët, dhe jo vetëm, thoshte nëse ti flan, kur flan populli, asgjë s'ke bërë, asgjë s'ke arrit, se lere më t'jesh hoq. Pa kur ti flan, edhe ti bashkë me ta, dije që e ke ende një defekt madh të cilin duhet ta shërosh. E për ta shëruar, duhet një herë të kthehesh tek burimi. Pastrohesh mirë, e pastaj ti futesh e të rikthehesh edhe një herë në fushën e betejës. E treta që është shumë e rëndësishme për thirrjen e Kur'anit është namazi i natës. Pa pejgamberëve më madhështore në fenë Allahut e këtë ditë që kemi përmendur në fillimin e ligjëratave. E gjë e cila ka qenë e pandar për jetës pejgamberit alayhis salam derisa ka vdekur ka qenë namazi i natës. I po sidomos në fillet e tij kur ai fillon mi thirr njerëzit, e kjo thirrje ishte ende e re, ende e pa kuptuar drejt nga ana e kundërshtare të pejgamberit alayhis salam, me qenë se ishte një gjë e re në kuptimin e mendësisë, në kuptimin e gjanave që të rriste ajo. Pejgamberi selam Zoti i madhruar për gjërat që ja dha pejgamberit alayhis salam në fillet e tij ishte namazi i natës. Dhe thuhet se mes mesajetit të parë dhe mesajetit kur Zoti e zbretat lehtësirën, kur i thot ja ju muzammil o ti i mbështillur ngritu dhe falu përveç se një bizet vogël kështu më radh, e tregon pse kështu kur thot inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, sepse vullneti që vjen natën është më i madh, dhe fjala thuhet më qartë, më mirë, sepse ka shumë qetësi për rreth. E pse kjo o Zoti jon, për shkak se na pozvesëm ty një fjalë të madhe, duhet gjithmonë me qenë sa më i vullnetshëm, me sa më shumë zell. Thuhet që pas në vitit bën lehtësira që njerëzit falen namazat sa duhen. Por një vjet u dasha të kalitet. E pejgamberi selam thot sharaful mu'min qiyamul layl. Nderi besimtarit është namazi i natës, kur dallohet dhe veçohet prej të tjerëve. Këto janë ato tri cilësi shkurtimisht që po më kujtohen shumë të rëndësishme, e që tek hafizat e Kur'anit i kam parë shumë pak. Ndonse kam nejt me një pjesë shumë të madhe të tyre që kanë qenë hafiz Kur'anit, kemi flajt bashk ose kemi rrugtu, sadopak ditë e orë, e kam vrejt që mungojnë shumë, e në momentin kur mungon Kur'ani nga jeta e atij që e ka memorizuar që shkrojnë, padyshim edhe punët e tij janë të shkapërditur. Zoti na dhor sukses e na bashkon mirësi, faleminderit shumë.